Detaj nga aksidenti me 3 të plagosurën në Lezhë reagon policia, 2 prej tyre të rinj. Një aksident I rënd ka ndodhur pas ditën e sotme në aksin rrugor Lezhë-Shëngjin rreth orës 18:30. Në aksident janë përfshirë 2 automjeti. 2 automjete, një prej tyre drejtohej nga një 21 vjeçar me inicialet KK I cili është përplasur me automjetin e llojit Volkswagen drejtuar nga 65 vjeçari PG. Të plagosur nga ky aksident kanë mbetur 2 drejtuesit automjeteve si dhe një prej pasagjerëve 19 vjeçar të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Sa kaq, grupi jetimor po punon për zbardhje në rrethanave dhe shkakut të aksidentit. Automjeti tip Volkswagen I drejtuar nga shtetasi KK rreth 21 vjeç, banues në Lezhë, është përplasur me automjetin tip Mitsubishi drejtuar nga shtetasi PG, 65 vjeç, banues në Lezhë. Sipas të aksidentit kanë mbetur të lënduar të 2 drejtuesit e automjeteve si dhe pasagjeri që ndodhej në automjetin Volkswagen shtetasi DP 19 vjeç, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Grupi jetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhje në rrethanave të shkakut të aksidentit, thuhet në njoftimin e policisë.